Ai është një personazh i njohur i qytetit. Të gjithë e njohin si Plaku i Varkave, ndonë se nuk është më shumë se 59 vjeç. Me duart e tij të arta prej disa dekadash, ai ka gdhendur anijet e flotës shqiptare, por edhe objekte të tjera historike dhe fetare. I ulur në shkallët e xhamis ku falet çdo ditë, Ahmet Lila tregon. Objekti që unë i kam bënuar, i kam filluar që ku isha i vogël, meshim livosh nga druni, pishe, edhe lushim në ujë. Erdhi koha pasaj në moshën 25-26 vjeç. Fillova të bëja anijet e tona parë, domethënë Qishe Sazani, Butrindi, Teuta, Durrësi, Vlora dhe Tirana në fund. Nëse Ahmeti është artisti i qytetit, ai njëkohësisht është edhe njeriu më i varfër, pa shtëpi, pa të ardhura veç lekëve që fiton nga varkat që shet, ai duron me fisnikëri mjerimin. Unë jam pa punë, djali pa punë, djali tjetër pa punë, vetëm pensioni gruash. Unë me këto mahem. Një pamje tronditse në qendër të qytetit bregdetar në një kohë që për familjarët e Ahmetit nuk ka asnjëherë shans për strehim. Jetoni 7 veta, si e boni? Ja shumë vlen ke mama jote, gozat vlen poshtë, unë buri vle atje, unë vle këtu. Unë jam njëri usmur, jo me astmatike, jo me alergji, jo me zemër, jo me gjitha zezat jam. I përballur çdo ditë me një realitet të ngjashëm me një ëndër të keqe, Ahmeti beson dhe shpreson vetëm tek Zoti, pasi shteti dhe bashkia për të kanë provuar që nuk ekzistojnë.